Përshëndetje të gjithëve dhe mirë se vini në kanalin tim. Kthehemi sot me një video të re. Në fakt kisha bërë një plan tjetër për këtë videon që do bëja sot, por Zoti thot mos bëj plane sepse planet i bëj unë edhe nuk i bën ti. Kështu që planet e mia nuk dolën siç i prisja. Sot kisha të gjithë paraditën e lirë. Unë po e nis videon time vetëm tani që është ora 1:30 e drekës, edhe ende s'kam ngrënë as drek. Përpara se t'ju shpjegoj çfarë video doja që të bëja, po them të vazhdoj pak të bëj drekën time sepse tani kam shumë uri, edhe stomaku im po bën zhurma shumë të çuditshme, kështu që më mirë them të vazhdoj dhe të përgatis drekën. Po mendoj të bëj një burger, edhe më bërëm për darkë bëra burger, edhe kishin dalë fantastik si ato të McDonald's, kështu që do e bëj dhe sot për drek sepse nuk i rezistoj dot shijes e mirë që kishte. Kështu që të vazhdojmë nga puna. Dje e bëra vetëm me ketchup dhe majonez sepse nuk kisha salsa të tjera në shtëpi. Ndërkohë sot bleva këtë salcën që më duk shumë interesante dhe e provova pak, kishte edhe shije fantastike, kështu që sot do e bëj burgerin tim me këtë salcë. Kjo thotë që është salcë për kebab, me hudhra dhe nuk e di çfarë është gjëja tjetër, por unë do e përdor tek burgeri im sepse është një salcë shumë e shijshme. Po skuq hamburgerin, edhe shikoni se sa vaj vazhdon të nxjerrë, unë nuk kam shtuar as një pikë vaj. Tani unë do shijoj pak burgerin tim. Shkonte shumë edhe me patate të skuqura në fakt, por unë tani përtoj të bëj edhe patate, kështu që do haj vetëm burgerin. Mangjam në burger. Ti nuk e faccio. Unë kam një të keqe që po zbulova një recetë të re, pastaj derisa të më mërzitet, vazhdoj edhe e haj, po të thuash çdo ditë. Kështu që shpresoj mos të vazhdoj të haj nga këto burgera çdo ditë sepse mendoj që do kap 100 kg pastaj. Tani erdhi koha që të vendos melodinë gjumë, por pa vendosur melodinë gjumë që t'rregoj pak idenë për videon që kisha sot. Mua më dalin shumë video në TikTok për produktet e Action dhe cilësinë e tyre. Shumë produkte janë po të thuash të njëjtat me produkte e shumë brendeve më të famshme, më të njohur, edhe që kushtojnë 2 fishin ose 3 fishin më shumë se sa që kushtojnë tek Action. Një produkt që mund të kushtojnë në një dyqanet e brendeve më të famshme, le të themi, që mund të kushtojnë 20, 30, 40, 50, tek Action e gjen versionin e tij me 2 euro, 3 euro, 4 euro, maksimumi 5 euro. Kohët e fundit, TikToku im ishte bërë paksa lëmsh me këto videot, influencerat që thonin që është e njëjta gjë me këtë produkt të këtij brandi, ky, ai, kështu ashtu. Edhe unë u inspirova shumë, edhe më kapi një kuriozitet i madh për të gjithë këto produkte, sepse Action e kam tu afër shtëpisë dhe her pas here shikoj produkte interesante, madje dhe kam provuar shumë nga produktet e tyre dhe jam shumë e kënaqur, sidomos për çmimin që kanë një cilësi shumë të mirë. Kisha salvuar të gjithë videot që më kishin dalë me produktet e Action, duple themi atyre të produkteve të famshme. Isha sot për të gjetur edhe për t'i marrë, kisha vendosur që do i merrja të gjitha dhe do i provonim të gjitha bashkë këtu dhe të shikonim live, por unë tek Action nuk arrita të gjej asnjë nga produktet që kisha salvuar. Nuk e di pse, ndoshta janë mbaruar sepse njerëzit e kanë kuptuar që janë të ngjashme me produktet që kushtojnë më shumë. Nuk e di, nuk e kuptova, por unë kërkova gjatë sot në të gjitha repartet dhe nuk gjeta asgjë, as parfumet, as kremrat, as vajrat për flokra, asgjë. Por vetëm disa gjëra të lezetshme kështu që më duhen interesante dhe më donin të them të drejtën, kështu që do t'rregoj vetëm ato që bleva. Nëse arri një herë tjetër të gjej ato produkte që kisha salvuar, që doja të merrja sot, do i marr edhe do ja tregoj në video. Këtu kam edhe qesen me gjëra që mora, edhe nis t'ju tregoj maskat e fytyrës që mora. Këto i kisha marrë edhe një herë tjetër, edhe më kam pëlqyer shumë si maska, edhe herën tjetër i gjeta në ofertë tek 90 centez copa, edhe sot i gjeta po në ofertë, kështu që mora 4 copë, edhe si kjo shikoni që kam marrë 2 sepse 3 ngjyra që kisha marrë herën tjetër
ngjyrën jeshile kisha lënë për ta përdorur në fund. Edhe vura re që më pëlqeu më shumë nga dy maskat të tjera, nga e verdha dhe nga bluja, kështu që sot mora 2 copë jeshile, edhe të verdhë dhe blu mora vetëm nga 1. Tani unë bëra pak konfuze, nuk jam e sigur në qoftë se më ka pëlqyer më shumë herën tjetër maska në ngjyrë blu apo maska në ngjyrë jeshile, nuk e di, por s'ka gjë. Pastaj në ofertë gjeta edhe këtë €1.70-80, diçka e tillë, nuk më kujtohet. Janë xixa për flokët, për trupin, për fytyrën, mund t'i përdorim ku të duam pak a shumë, edhe më duke interesante sepse thotë që ka një aplikator, kështu që do ja hap tani dhe do e shikoj. Mendova tani që po vjen vera dhe do dalim me fustane, me kanatiere, gjëra kështu, thash, pse jo, të mos marr disa xixa edhe ti vendos. ASMR time. Mamma, Ha, mami. c'è questo. Non lo vedo. Nuk e din nëse duken aty në kamera, më duket se nuk duken, por janë ngjyrë si Leila xixat, edhe po ta shkundim mirë këtë kështu, kjo lëshon xixa këtu, që është e lezetshme, madje mendoj që mund ta mbajmë edhe në çantë. Kur na bjerë mendja, e nxjerrim nga çanta, vendosim pak xixa dhe jemi në rregull. Pastaj mora këtë, që është një masazhues për skalpin e kokës, kur vendosim vajra ose edhe thjesht kur jemi në banjë duke bërë dush, edhe mund të lajmë kokën me këtë, ndërkohë që vendosim shampo, masazhojmë kokën edhe me këtë. Unë kisha bler para disa kohë është një tek Primarku, por ajo që kaloi pak si shumë kohë edhe nuk e kam përdorur më dhe nuk doja ta përdorja më sepse këto gjërat kështu zakonisht është mirë t'i ndrojmë shpesh herë dhe jo të mbajmë një për një kohë shumë të gjatë. Kështu që thash do marr një tjetër dhe kjo vetëm €1 kushtonte, kështu që e mora këtë. I hoqa bishtin me dashje, por i vendose sërish. Mora edhe një blash në ngjyrë roz, sepse roz. Nuk e di nëse është roz siç doja unë, por unë nuk e di se nga u fiksova, edhe doja një blash me ngjyrë roz, po një roz shumë pranverore, shumë trëndafil, të ndezur, le të themi, diçka të tillë, nëse më kuptoni. Isha vetëm një blash në ngjyrë pjeshk, pak a shumë edhe atë e përdor gati të thuar çdo ditë. Siç ju thash, më erdhi kjo idea e blashit ngjyrë roz në kokë dhe doja një blash ngjyrë roz, kështu që e mora edhe këtë. Ta hap, edhe madje do e provoj pak tani, që ta shikoj se çfarë ngjyre ka. Deri tani kishte shumë diell, edhe tani ku dielli u zhduk pak edhe drita. Kështu është. Është me pika. Ishte më shumë se ç'duhet. Mundova ta sfumoj pak. Një ngjyrë roz e ëmbël është, por më duket që është shumë i lëngshëm, edhe sikur nuk është se lën shumë ngjyrë në lëkurë, ose të paktën ndoshta nuk e kam vendosur mirë unë tani. Përveç ngjyrës ka edhe pak shkëlqim, kështu që diçka plus besoj, por nuk jam e sigurt nëse më pëlqen konsistenca ose jo, sepse është shumë, po shumë i lëngshëm, ndërsa ai tjetri që kam unë është stick, edhe aplikohet shumë lehtë. Mora edhe këto, edhe mos më thoni që jam çmendur, sepse sa i pash u dashurova. Më pëlqejnë shumë, këto sidomos kanë shumë ngjyra të bukura verore, ndërsa këto janë për kur veshim gjëra me ngjyrë më të errët, pak më serioze, në dark, gjëra të tilla. Janë pak më dimrore, më duken mua, por s'ka gjë, unë i mora t'i kem sepse më pëlqyen shumë. Kanë dalë edhe super në modë, shikoni sa të bukura që janë. Dos edhe këto nga ana tjetër. Edhe këto, shikoni se sa super që janë, më pëlqejnë shumë. Nuk mund t'i pëlqejnë çdo njeriu, ndoshta, jo çdo njeri e ka stilin e njëjtë, por mua më pëlqejnë me vërtet shumë. Po të më thonit para disa vitesh, blej se janë shumë të bukura, nuk do i kisha marrë kurrë sepse nuk kanë qenë stili im, por sa vinë dhe kalojnë vitet, edhe rritem, krijoj një stil çdo ditë e më të personalizuar për veten time. Mora edhe një kapse, dhe kjo ishte shumë e bukur, në formë ylli, shumë verore, mendoj që do dilte shumë bukur në plazh. Edhe për përditshmëri,
pse jo. Edhe në fund mora 2 fasho për flokët. Këto nuk i mora tek Action, këto i mora tek Pepco. Më pëlqyen shumë dhe unë zakonisht më pëlqejnë shumë t'i vendos fashët në kokë. Shpesh herë kam bler fasha dhe shpesh herë i kam harruar diku ose më janë humbur, kështu që i mora edhe këto dyja, pastaj janë edhe këto ngjyrat shumë të bukura që shkojnë me çdo gjë. Shtonin vetëm 2,50 edhe stili tim i përshtaten shumë. Shikoni se sa e bukur është edhe fashoja, unë i preferoj shumë, sidomos kur kap flokët edhe nuk dua të vendos llak që të rrinë të ngrira, mund të vendos një nga këto fashët dhe pastaj të jem në rregull, ose kur dal për të bërë ecje, mendoj që janë shumë të stilueshme, edhe mendoj që i përshtaten shumë tipit tim. Ta provoj edhe ngjyrën tjetër. Unë zakonisht për herë i bleja të zeza, edhe ngjyrë gri kisha marrë një herë, por sot nuk kishte ngjyrë të zezë, ishin vetëm këto 2 ngjyrat, e gjithsesi këto janë ngjyra shumë basic, mund të them, edhe përdoren në çdo outfit, shkojnë me çdo gjë. Okej, edhe kjo është shumë bukur, shumë cutesy, I like it. Tani më duhet të iki të vendos gjumë melodin sepse shkoj shumë vonë, pastaj në darkë bën lastet e veta dhe nuk flen më gjumë, kështu që ka për momentin shifemi, pastaj tregoj të kapsen si ngjan tek flokët. Unë flokët i kam të kapura bish, por e vendosa pak këtu sa t'ja tregoj juve se si ngjan. Shumë e bukur. Pasi u ngreta nga krevati që kisha zënë ngrot aty tek jorgani, më hyri pak ftoft, kështu që vesha këtë nga sipër. Po më dhem dhe koka tani, këto flokët që i kam të kapura. Unë siç u shtriva me melodin që e vendosa gjumë, pastaj për topa të ngrehem. Herën tjetër ju thash që më donte një tavolinë, edhe këtu kam edhe tavolinën që bleva herën tjetër. Nuk e di pse, u bën disa ditë që po ndihem shumë e lodhur edhe shumë pa fuqi pas diteve. Nga një herë vendosja fajin gjumit, kur flija nga një gjysmore pas diteve, mendoja që pasi zgjohesha me dhimbje koke, e lodhur. E pas kam gabim, sepse edhe sot që nuk kam fjetur gjumë, ndihem njëjtë. Tani po mendoja të bëja një kafe. Desha të them që tek parku këtu që nxjerrën melodi, që është pikërisht afër shtëpisë time, kanë hapur një nga ato, që mund t'i quajmë ato, furgonat, kamionat, makinat, shqypen panine, quajni si të doni, e bëjnë super panine, bëjnë super salata me mish dhe gjëra të tilla, bënin edhe milkshake me disa shije të ndryshme, por shija ime preferuar është me shije lotus. Në din që si dini ato biskotat lotus, mua edhe si vetë biskota më pëlqen shumë, por milkshake-u ishte super. E sole mami? Grazie amore. Ti amo. Këtë lulen ka një vit që e kam bler, ka qenë diku deri këtu besoj kur e kam bler unë. Edhe shikoni se sa është rritur tani dhe sa e gjatë është bërë. Unë nuk jam një person që di të kujdesem mirë për lulet, ose që mbaj shumë lule në shtëpi, por e vetmja lule që mund të them më ka ecur goxha mirë është kjo këtu, edhe një tjetër që kam tek salloni. Që ti nuk je. Keni për albumin që nxolli Elban Skënderaj, që u bën disa kohë që e kanë nxjerr, por mua më kujtua vetëm tani sepse më doli një story që kishin hedhur me këngën e Albanit. Albani në përgjithësi bën këngë mjaftueshëm të bukura, edhe të gjithë albumet që i ka bërë super, por mund të them që ky album kishte diçka ndryshe, kishte një frym ndryshe. Mund të them që çdo njeri besoj që e ka gjetur veten tek një nga këngët e tij, të bënin të futeshe aty brenda tek teksti i këngës, të humbje veten. Edhe Tajna bëri album, si gjithmonë një super diva, edhe këngët si gjithmonë super yll, të gjitha këngët janë shumë të bukura, por unë këngën time të Tajnës të preferuar nuk e ndroj me asnjë, sado që bëm këngë të bukura. Kënga ime preferuar edhe vetmja do mbetet gjithmonë kënga Si Aj, që mua më ka pëlqyer që nga hera e parë që e kam dëgjuar dhe sa herë dëgjoj më jep atë vibe-in ndryshe, nuk e di si ta shpjegoj. Po flasim për emocione dhe për këngë, por mos e harrojmë këngën e Alice Nën, që mori pjesë në Eurovision, një këngë që të rrëqeth mishin edhe ta bën kokra. Ja mos e qartë besoj.
Duk më besoj që më doli Azizi Saint-Tropez. Ka emrin Azizi Saint-Tropez kjo, apo është titulli i këngës Azizi Saint-Tropez? Apo Azizi është emri dhe Saint-Tropez është titulli i këngës? Nuk e di. Por më kujtua vetja ime në moshën 5 vjeçare ndoshta? 4 ose 5 vjeçare, se me zërën mbaj mend, edhe nuk kam pas hyrë ende në shkollë, kam qenë shumë e vogël. Shonim televizorin tek ato kanalet e muzikës që kanë qenë kanalet të huaja. Dilnin këngët e këtij. Unë e shokuar para televizorit duke parë, më thonin që ky është burr, por që vishet edhe sillet si grua. Unë isha e shokuar, nuk e besoja dot, nuk arrija ta kuptoja gjë të tillë, ndërsa sot na duket një gjë shumë normale kur shohim një burr në thojza që sillet si grua, sepse jemi mësuar tani të shikojmë nëpër rrugë, shohim në përditshmërinë tonë edhe të dëgjojmë shumë për tema të caktuara dhe jemi mësuar të jetojmë me këtë gjë. Kjo është një gjë normale. Nuk është se na bën përshtypje, ndërsa në atë kohë, ose sidomos në moshën time që nuk arrija dot ta kuptoja dhe të bëja dallimin mes një gruaje dhe një burri, nuk e di, thjesht isha e shokuar, por në të njëjtën kohë e admiroja se këngë të bura bënte edhe veshjet spektakolare, gjithë femina, gjithë xixa, gjithë gjëra që bënte, thjesht nuk e di. Më kujtoa kjo gjë tani dhe thjesht doja ta ndaja me ju. Pyes një herë Chatin se sa vjeç është? Hey Chat, quanti anni ha Azizi, la canzone Saint-Tropez? Është 48 vjeç. Pra nuk që është shumë i vjetër, pse mendoja unë që është më i vjetër? Qenka e ri. Po 2 nga shortset e mia i pat që kam hedhur edhe në Instagram, por edhe në YouTube i kam hedhur, duke provuar ëmbëlsirat kërtap. Ju e keni provuar ëmbëlsirat kërtap? Unë i provova për herë të parë, edhe mund të them që me zor prisja që t'i bënin këtu ku jetoj unë. Atëherë po ja u bëj dhe një recensioni tani drejt për drejt këtu. Më pëlqyen shumë. Ishin goxha të mira, nuk bënin edhe aq shumë kërtap sa që duhet të bënin ose sa që kisha parë në video, nuk e kuptova pse. Por si shije kishin shije të mirë, goxha të shishme ishin, por çmimi ishte pak i egzageruar, mund të them. Vetëm një nga ato ëmbëlsirat kushtonte 7 euro. Vetëm pistaki ishte pra 8 euro copa, kushtonte më shumë se të tjerat. Ndoshta që ishte pak më e madh, nuk e kuptova. Mendoj që më shumë paguhet fama që ka si ëmbëlsirë, edhe mënyra që sapo doli, që është diçka e re në këtë qytet, ndoshta po paguhet më shumë për këtë pjesë, por do e shikojmë në qoftë se do ulet çmimi më tej apo do qëndroj po ky çmim që është, nuk e di. Pastaj unë nuk e di se sa mund edhe sa produkt harxohet për atë ëmbëlsirë nga mrapa, kështu që ndoshta edhe çmimi që ka është një çmim i arsyeshëm, por thjesht jam unë që flas pa eksperiencë. Unë sa po ktheva në shtëpi sepse dola tek parku me Melodin edhe ishim atje ja 2 orë mendoj, nuk e di. Tani do ndrohem pak shpejt edhe të shkoj të bëj darkën. Kam menduar që sonte për dark të bëj byrek me qumësh edhe me ves. Sa herë dal është po e njëjta histori. Vesh një gjë nuk më pëlqen, vesh një gjë tjetër nuk po kombinohet me atë gjën tjetër, edhe po e njëjta histori. Vish provo dhe hin sipër krevatit edhe pastaj ty bëhet lëmshi. Edhe unë thjesht dal pastaj edhe i lej ashtu, edhe kur kthehem në shtëpi më duhet që të rregulloj gjithë rrëmujin që kam bërë para se të dilja. Është një huq i keq, e di, po çfarë bëjmë tani, gjithsecili i ka ato tëmetat e veta. Këtu po mundohem të flas me gjuhën e shenjave, sepse normalisht ishte ora 11 e natës, të gjithë po flinin gjuhë dhe unë nuk doja të flisja si budallaqe në banjo. Kështu që po ju shpjegoja që më duhet të hiqja të gjithë make-upin edhe kremrat që kam vendosur në fytyrë për gjatë ditës. Duhet të bëj një larje të mirë të fytyrës edhe të heqim të gjithë make-upet. Mirëmëngjes. Po ju flas pas
disa ditësh, nuk e mbaj mend mirë nëse jemi pas 2 ditësh apo pas 3 ditësh. Rëndësi ka që unë sot gjeta kohën edhe ndeza kameran. Do pi pak edhe kafen time të mëngjesit që sapo ma solli burri tani. Shumë nis dita ime sot. Pyesti veten sepse kam këtë në kohë. Kam mbajtur gjithë natën sepse mbrëm në darkun lyva flokët me vaj rozmarine. Edhe thash do e mbaj gjithë natën edhe do bëj dush në mëngjes. Tani do pi kafen, do haja kornetin edhe do hyj të bëj një dush. Duhet të bëhem gati. Sot kemi një treg pune, pra nga puna e burrit. Më duhet të bëhem gati, të bëj dhe melodin gati, të paktën outfitin e kam krijuar sepse mendoj që outfiti është gjysma e punës. Nuk do rri tani të stresohem para raftit të shikoj se çfarë të vesh. E kisha si ide në kohë këtë outfit edhe me që kishim rastin sot, thash do e krijoj për sot, kështu që diçka të thjeshtë edhe komode, sepse jam me gocën, plus jam me njerëz që unë personalisht nuk i njoh sepse siç u thash janë nga puna e burrit, mund të kemi ngrënë një drek ose një dark tjetër, por që personalisht nuk njihem me asnjë, edhe kur jemi njerëz që nuk i njeh, mendoj që duhet të mbash pak seriozitetin, si në të veshur, si në sjellje, si në të folur. Një outfit komod, siç u thash, por në të njëjtën kohë që të binte në sy, dhe ishte diçka e thjeshtë, por që tërheq syrin. Në mendjen time ai outfit është shumë i bukur dhe shpresoj që të jetë edhe në realitet. Ja u tregoj pastaj. Janë dëgjuara të reja që si kam veshur më përpara, si xhinset, si këmisha, janë të dyja të reja në garderobën time, kështu që do i vesh sot për herë të parë. Doja t'ju bëj një pyetje. Kush nga ju e ka parë filmin e ri që doli në Netflix diku një javë më përpara? Titullohet Apex, me atë burrin që ndeza të muzikën, që mua më është fiksuar në tru. Është shumë i bukur, më pëlqen shumë dhe se kam parë, por do e shikoj sapo të gjej kohën. Më bëjnë shumë për të qeshur trendet në TikTok apo Instagram që kanë dalë, që përdorin muzikën për të bërë video shaka, sikur unë po kërcënoj burrin ose fëmijët po më kërcënojnë mua, gjëra të tilla. Përshëndetje. Sa po bëra dush, tani do vendos pak nga kremi hidratues me SPF 50. Përgatisa dhe lëkurën time për make-up. Pastaj nuk e din nëse u kam thënë, por që kur kam nisur të përdor fjalat për flokët, kam vënë re që flokët e mia më bien më rrallë edhe jo në sasi shumë të madhe siç më bienin më përpara. Flokët sërish do i kap edhe sërish do i bëj me lak, siç i kisha bërë dhe dje, por i lava se thash më mirë të kem flokët e lara se sa të kem me lak. Do i kap edhe do i shtoj sërish lak. Dhe pastaj me të vërtet që do shkullin flokët, se s'kan fajda ato të shkretat. Unë do i kap flokët sepse me që jam me këmishë, edhe këmisha është mbyllur deri këtu, nuk është se do e mbaj të hapur, sepse ka modelin që duhet të mbyllet deri tek fyti. Me flokët lësuar nuk më pëlqen, kështu që do i kap flokët. Mendoj që do lej thjesht ndonjë pjesë kështu. Nuk e kam iden fare se si duken nga mbrapa, por shpresoj që të jenë mirë edhe mos të jenë keq. Okej. Gja nga kështu që e drejtova pak me tharë, se këtë dhe mori një formë pak më të lezetshme, më pëlqen, besoj që kur ta bëj me onde do dali edhe më bukur, edhe kur të mbaroj dhe make-upin, mendoj që do dali një super look. Tini e to riquesta. E dico quella. Unë jam me vetmja, me vonesë në shtëpi dhe nuk arrita dot po tregoj asgjë më shumë në shtëpi. U bëra gati dhe thjesht dolëm, u nisëm edhe tani kemi ardhur këtu. Tregoj pak outfitin që sa vita dot të tregoj fare në shtëpi.
Tek videoja që bëra shpar, pash që nuk dëgjohet asgjë sepse po fryn shumë mirë dhe tani nuk e di nëse do dëgjohet apo jo, kështu që nuk do flas më shumë. Sa po jemi kthyer në shtëpi, më besoni që jemi super të raskapitur, tani po më pollcet koka. Zgjidh shpejt e shpejt flokët edhe do i lëshoj sepse po më dhem koka jashtë mase shumë nga që i kam shtrënguar goxha shumë flokët edhe unë nuk rri do të gjatë me flokët shumë të shtrënguara. Melodia fleti pak gjumë në makinë edhe u shtri pak këtu, nuk po flen për thjesht po rrin shtrirë, po qetësohet edhe ajo pak sepse u lodh goxha. Tani dua të rri vetëm shtrirë, madje do doja shumë të flije një sy gjumë, do ishte shumë mirë. Sot ka qenë shumë vap. Sa po erdhëm në shtëpi, unë dhe Melodia u freskua me pak çaj në makinë, ndërkohë që vinim ishte goxha vap. Për sa i përket festës, ja kaluam shumë mirë, u kënaqëm, hëngrëm, pim, ishte edhe DJ, muzikë. Tani që i zgjidha edhe këto flokët, më duken sikur të kem bërë një model që i kam gufuar, këtu i kam lënë me onde. Pas ka dalë shumë lezetshëm edhe kështu. Ula pak në balkon edhe po pi kafe, thash të marr pak veten, më duhet një kafe se për sot vetëm ato të mëngjesit kisha pirë. Thash që ndihem edhe pa energji fare, jam shumë e lodhur, më dhem edhe pak koka, ndoshta nga që egzagjerova edhe pak me pijen, sikur piva pak më shumë se sa ç'duhet. Kështu që thash të bëj një kafe që të marr pak veten. Më falni për rrëmujin që është këtu mbrapa, por aty kam fshesën, atje kam telin e rrobave, një balkon tamam shqiptari. Por s'ka gjë. Sa më kënaq ky dielli pas ditës që po perëndon tani, fryn edhe një fladi lehtë, fiks për një relaks. Po të kthehem këtej, nga ana tjetër kam pamje më të bukur. Këtu kam hudhrat e mia që kam mbjell, edhe shikoni se sa janë rritur, edhe atje është basiliko, edhe ajo është rritur goxha. Shijoj edhe kafe, edhe diellin e pasdites, por kam edhe bim të freskëta këtu para meje. Unë tani kam jashtëmase shumë për të edituar, edhe mendoj që duhet ja nis nga puna, që mendoj që do e mbyll dhe këtë video këtu dhe me kaq, kështu që nëse ju ka pëlqyer si gjithmonë bëni like, comment edhe subscribe, që bashkë të shihemi si gjithmonë tek video e radhës. Bye!